I gjithë qarku i Tiranës nisi sot sërish procesin e rinumërimit të votave për 1282 kuti. Sipas të dhënave të pasuruara në KQZ, nga rinumërimi i 13 kutive të para deri në orën 13, rezulton se Partia Demokratike arritet me 4 vota, ndërsa Partia Socialiste me plus 17 vota. Një vot deri më tani është shtuar Partisë Mundësia të Agronshehit, e cila është më pranë rrezikut, ndërsa koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës i shtohen gjithashtu 3, ndërsa një vot i numërohet plus PSD-s. Prej orës 9:20 të kësaj të mërkure ka nisur rinumërimi i votave për të gjithë qarkun e Tiranës, referuar subjektit dhe kandidatëve në garë. Rinumërimi i 1282 kutive të votimit përjashtuar diasporën, Vorën dhe njësi nëmër 10 në kryeqytet për shkak të votimit dhe numërimit elektronik, po zhvillohet në 24 grupe numërimit të Pallati i Sportit Faria Hoti në kryeqytet. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e palëve ankimuese, të Belind Këdiqit nga PDHM, Agronshehi nga Partia Mundësia, ndërsa Partia Socialiste preferoi ta ndiqte procesin nëpërmjet transmetimit live dhe jo fizikisht. Rinumërimi për Tiranën pritet të zgjasë rreth 10 ditë, ndërsa më pas do të vijohen me rinumërimin e të gjithë qarkut të Fierit, 587 kuti, dhe në fund 360 kuti të qarku Durrës, ku 85 prej tyre janë nga diaspora. Vendimi për të kthyer në analizë 4 qarqe u mor nga 2 anëtarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sancioneve pas pretendimeve të PD-s për parregullsi të procesit zgjedhor të 11 majit. Deri më tani këto janë statistikat e pasuruara në KQZ, ndërsa do të ndryshojnë deri në përfundim të 1200 kutive.